Po pra, e ka edhe për Aldo. E ka nga Aldo, e ka nga Gjesti, e ka dhe nga Ola. Ok, ka i gjatë tjetër. Lori. I këmë botat të të këta bapajq. Po, kjo shaur, jo, e kam përqyrë atë. Obvio. Atë e kam përqyrë, nuk ikin. Kujdes mikrofonin. Po la anglisht. Jo, thjesht më folin mua në vesh edhe prandaj. Për këtë. Po jo se tha në i gjithë gabuar. Se ditave që Rezona tha një kapsha, tha këtë dyja bosh, tha, kam i bo, tha, për 2 lekë. Po ti pse gënjen? Si kam frikë ishë Rezonca. I thash me Rizatën mund të merresh, po me këtë i thash s'ke shans. Po me rizartën pëse? Po këtë e që pak si sërkalle të vogël. Kjoja si o mira saj. O zoti ma si më duket kur e shok këtë në krasi me Rozonën. Si dita me Dhe më natë. thonë shtriga kështu ka me krye dhe i njeri që s'ka Dhe lidhje kjo me... bërbarda. Kjo bërbarda. Ashtu jemi, po nuk më... A të si fletë? Nuk Ashtu përse e jemi, shanë ashtu jemi. Rozanën në debat. Nuk do? Sepse ka diçka, që ja thashe dhe miket më parë. Se po diskutonim, që pëse unë të Pandora Edhe unë e përdor gishtin kur do e kisha flas. futur një herë Gertën apo jo. Unë do e kisha futur për arsye në vetme, se Gerta ka një anë njerëzore dhe e tregon këtu. Po. Edhe e konsideron dhe një herë dhe anën njerëzore edhe në lojë. Po. Ndërsa Rozana nga ana tjetër, e ka fikur njerëzillakun këtu. Po. Ajo ta thot për arsye që nuk më intereson. Fare ti si njeri, unë më intereson loja. Jo, nuk e vej. Ka thënë që ditën e parë që çfarë do lloj konsiderate që të kem për ty, unë do lodh. Do të bie, do debatojmë. Po, e di. Ndërsa te Gerta e kam parë edhe anën e njerëzillakut. Se edhe bisedat e pakta të sinqerta që mund të kem pasur me Rozanën, as aty nuk e kam dhënë atë njerëzillakun tamam si duhet ndjerë, që të jetë një bisedë e vërtet. E rrethon shumë intriga, gjithë qenien e Rozanës. Edhe kërkon që t'jetë shumë, don që t'jetë dominuese në çdo lloj bisede, marrëdhënie, çdo gjë që krijon këtu. Edhe shumë kesh. Nuk e bën dot njerëzore kështu ajo. Ne kemi vënë Remi Motër që javën e parë. Edhe Gerta. Kemi vënë Po të them që Gerta është shumë e mirë. Jo, nuk jam as unë perfekte. Po e ka Unë nuk kam mundësi të jem 100%. njerëzore. Unë nuk kam mundësi të jem 100% kur mirë. kërcen, kur kërkëndon, e kupton që aty Gerta është njeri, nuk është më Gerta lojtare.